ka mundësi, do më thonë që vlera e banesave në Prishtinë me u rrit ka shpejt, dhe a jemi duke shku rrugës qysh është në Tiranë. Pra në Tiranë vlera e banesave për 1 metër katror kam rrinë në 4-5.000 euro, në Kosovë ende është 2.000, 2.500, 3.000 po sillet në Prishtinë, mirë po jemi në qatë rrugë. Çfarë të ndodh në Tiranë? Në Tiranë janë të pastru paratë e pista. A mundet më shpjegu zhvillimi i Kosovës pa e pas procesin e shpërlarjes parave brenda tij? Jo, në asnjë mënyrë. Nëse i shohim zhvillimet që e mbo nëpër qytetet e Kosovës, nëse i shohim nivelin e ndërtimeve, nëse i shohim cilësinë e tyre, atëherë nuk ka bazë që gjithë këto pare me ardhë në rrugë të rregullshme. Pra është e qartë që në pjesë e madhe këtyre parave ka ardhur në mënyrë të kundërligjshme, pra ka ardhur prej bizneseve që janë të kundërligjshme. Prej cilave zona dyshohet që ka më shumë të parë të cilat mund më shpërlan në Kosovë? Shikoni, duhet me pa fillimisht çfarë krime ndodhin në Kosovë. E para është evazioni fiskal, që është kryesorja. Në Kosovë ka evazion deri në 500 milion euro mrena vitit, varësisht prej matjeve që shbohet, po që po supozojmë 300 deri në 500 milion euro evazion fiskal. Dhe pyetja është ku shkojnë këto pare? Këto pare rikthehen prapë në ekonomi. Dhe në mas të madhe evazioni fiskal luftohet prej ATK-s me aq sa munden, por në mas të madhe nuk njeket edhe pastrimi i parave. Po supozojmë nëse një biznes ka bu shmangje tatimore 1 milion euro, ATK-ja kryesisht e njek për atë shmangje tatimore dhe e detyron me i kthy dhe me i pagu. Mirë po nuk e njek pronarin e kompanisë me e pa ku kam përfundu ato 1 milion euro. A janë kthy si investime në biznes, pra me u zhvillu ende ma shumë, sepse ato pare janë të shtetit. Pra është dasht me kanë shtet në ndërkohë janë në biznes. Nëse janë investu në biznes, pra është pastrimi i parave. Po përveç kësajna, që është ma e rana, është që shpesh here hetimet nuk shkojnë përtej biznesit. Shembull, nëse dikush ka bo evazion fiskal 1 milion euro, në sa raste kemi parë që ATK-ja dhe policia është shku me e kqyr pronarin e asaj kompanisë çfarë shtëpie ka, sa villa i ka, çfarë vetura vozitin familjarët e tyre. Pra nuk bëhet një skenim total i pasurisë së tij, sepse shumë lehtë 500.000 euro që bëhet evazion fiskal, ai mundet me ndërtu në shtëpi super luksoze dhe me shfrytzu, me jetu. Ai është qëllimi final i pastrimit parave. Pra nëse na arrijna një parë të pist me kthy në aset, me kthy në shtëpi, pra çaj është kur përfundon, nëse mund të thonë ashtu, pastrimi i parave dhe shfrytëzohet ai aset. Ekziston një përshtypje që në rajon ka shumë parë të krimit. Në Shqipëni janë 16 grupe të mëdha kriminale, në Malzi janë 11 grupe kriminale. A ka rrezik që ato parë me ardhmë në Kosovë mu investu si parë të krimit në këto sektor? Po, sepse Kosova dhe Malzi janë 2 vendet e vetme në këtë rajon që e kanë euron. Rrjedhimisht, nëse ato pare që ato i kanë të pista në për vendet e rajonit vinë dhe investohen në Kosovë, pastaj shumë ma lehtë mund mu deportu dhe me i dërguna për vendet e treta, sepse qëllimi i pastrimit parave, për shembull nëse vinë parat prej Shqipërisë dhe me u investu në Kosovë, qëllimi është mi kthy prapë në Shqipëri ose mi kthy në një vend të tretë, sepse shpesh edhe grupet kriminale që në Shqipëri nuk e kanë bazën në Shqipëri, po e kanë në një vend të tretë, një vend evropian ose një vend ku ka drogë. Pra kryesisht synohet që parja e pist me qarkullu dhe po, definitivisht, Kosova është njëra prej vendeve të cilat mundet me i thith parate e pista që janë në për rajon, sidomos të Shqipërisë, sepse e flasim gjuhën e njëjtë. Personat që janë për Shqipërisë nuk e kanë problem me ardhë me ble biznese këto në Kosovë, me i rritë edhe ma shumë, nuk e kanë problem me ardhë me ble tokë, me ndërtu spitale, me ndërtu objekte, na e shohim që ka shumë biznese sot që operojnë në Kosovë, që pronarët i kanë nga Shqipëria. Normalisht nuk po them që gjithë janë me parate pista, mirë po të regoj që Kosova është një vend jashtëzakonisht miqësor me i tërheq investimet që janë për Shqipërisë, e kjo nënkupton që është një mundësi e ardhë për njerëz që i kanë parate pista në Shqipëri me ardhmë i pastru në Kosovë. Tregu i ndërtimeve vlerësohet si njëra prej zonave ku mundet më shpërlan parat. Cilat sektor e mundsoj më shumëti në këtë treg që parat më shpërlan? Shembull, nëse flasim për sektorin e ndërtimeve, kur na lexojnë na për teoritë lexojna dokumente që janë ndërkombëtare, që bëhen jashtë Kosovës, kur na lexojna libra, dhe përmendet sektori ndërtimeve, ata flasin për sektorin e ndërtimeve vetëm për ndërtimin. Mirë po, në Kosovë, sektori ndërtimeve dhe i patundshmërive është i ndërlidhur. Na kemi investitorë, cilët vinë
edhe po supozojnë në një lagje të caktuar në Prishtinë, i marrin tokat prej pronarëve dhe aty në japin kompenzim disa banesa. Pastaj munden me ndërtu një pjesë të mirë, bukur të mirë të objektet të tyre me kompenzim, pra pa qarkullu kesh, e kjo ju mundëson atyve që pastaj me qarkullu kesh dhe me mshef për atë kësë pare i kanë qarkullu. Mirë po, arsyeja pse në Kosovë është shumë ma lavërdishme, është shumë ma lehtë me pastru parat në ndërtime, është sepse ndërtimet janë të ndërlidhura me patundshmërinë, që nënkupton investitori që ndërton dhe i shet. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që unë muj me arë në Prishtinë me ndërtu një objekt super luksoz, mirë po vlerën e investimeve me shti të njëjtë me deklaru në atë pra të njëjtë me një kompani konkurrente që është. Megjithatë, investimet që unë i kumboj janë jashtëzakonisht cilësore, janë të mira. Çka nënkupton? Unë muj me me nshitje qatë apartament, me shit me çmim 2 fish më të shtrejtë se sa konkurenca jeme. Sepse e shes, sepse është investimi i mirë, është vendi i mirë, është cilësor, dhe kur unë kam mundësi me shit 2 fish më të shtrejtë, atëherë unë kam mundësi edhe 3 fish. Pra bëhet fryrja e çmimeve në shitjet e apartamenteve dhe atëherë paraja e pist kthehet domethënë çato. Normalisht kjo fryrja e çmimeve shpeshherë është edhe fiktive, sepse unë muj me supozu që një banesë kum shit 200.000 euro, po njëkohësisht vlera reale me qenë 100.000 euro të tjera me shti, domethënë përmes parave të mia që i kam pista i shti ato dhe nuk ishtin blerësi. Pra janë disa mënyra që bëhet pastrimi i parave përmes ndërtimeve në Kosovë dhe definitivisht marr parasysh numrin e ndërtimeve që është duke bën gjithandej nëpër Kosovë, edhe njerëz që kanë parë të pista e kanë pa këto dhe kanë filluar me investimet më të mëdha gjithandej. Po a ka prova që një ndërtues e rrit çmimin, ndërsa blerësi pagun më pak, ndërsa parat kthehen cash për to? Shikoni, nëse ka prova, atëherë dosh dikush me shku në burg. Unë po flas çka mundet me ndodhë dhe çka realisht është duke ndodhur. Normalisht na nuk kemi ngjizime, nuk kemi prova, sepse më pas edhe i publikojmë ato. Mirë po është fatkeqësi e madhe qysh nuk ka hetim për pastrimin e parave në Kosovë. Numri i rasteve që kanë edhe pastrimin e parave në veprat penale është jashtëzakonisht i vogël. Në evazion fiskal nuk i njekin edhe për pastrim parash. Në për keqpërdorimet në për tender konstatohet sa është dami që ju ka bu shtetit, nuk i njekin për pastrim parash njerëzve. Gjithandej kemi kompani të ndërtimeve që janë të lidhta me familje të politikanëve të cilët po ashtu nuk i njekin për pastrim parave. Sepse normalisht çështja kryesore në Kosovë është që një pjesë e parave të korrupsionit përfundon në pastrim parave. Dhe kjo përfundon sot duke i delegu nëpër biznese të lishme. Nuk ka më në rast caktuar, sidomos në nivelet nata, nuk ka më kësi pastrim parave klasik, mirë po kanë ndërtu sisteme, kanë ndërtu biznese, kanë ndërtu sisteme të lëshimit të faktura fitive, pra krejt sistemi i pastrimit parave është ndërtu në Kosovë, veç që prokuroria s'po arrin me gjën. Çush funksionon sistemi i shpërlarjes parave duke i përdor shitblerjen e veturave? Shitblerja e veturave kryesisht bëhet në për stërshitje, kur vlera e një veturës që është në hymje, domthonë deri të përfundon stërshitet disa herë brenda kompanive dhe në fund përfundon në vlerë 3 fish më të lartë se sa që ka qenë vlera e importit. Pra, në këto para që qarkullojnë mundësohet pastrimi i parave, po normalisht kjo është një metodë që është duke u përdorur në Kosovë, po janë duke u përdorur edhe metodat e tjera në kompani që janë për shërbime se nuk i përmendëm deri tash. Pra, ka plot kompani që ofrojnë shërbime të ndryshme të cilat realisht është shumë më lehtë me i pastruar parat. Pra, të kemi të qartë, një makinë blet 10.000 euro në Gjermani dhe kthehet në Kosovë dhe shitet 20.000? Një makinë blet në Gjermani, po supozojmë 100.000 euro, vjen në Kosovë shitet njerë 120.000, pastaj rishitet 160, pastaj rishitet e dikush 180, 200.000 dhe prap vetura i rikthehet prap personit fillestar, ndërsa 100.000 euro janë pastru, sepse përmes sërshitit ato para kanë hyrë në sistem. Dhe ku është interesi këtu? Po interesi është mi pastru parat, mi pastru që të 100.000 euro, dhe vetura prap me meter një person i cili e ka marrë për vlerën reale, pra për 100.000 euro. A kemi prova që në ky sistem përdoret edhe tek banesat, për shkak se kemi një rritje enorme të çmimeve të banesave në Prishtinë ose në zona tjera? Gjithsesi, sidomos te banesat, cilat bëhet shitja ose këmbimi përmes bizneseve. Sepse për me gjetë një qytetar i cili pranon me i marrë 100.000 euro,
unë po besoj që edhe nuk është e vështirë, sepse qytetarët kanë jashtëzakonisht pak informacione, çka do me thonë me marr 100.000 euro tjetër me shku me shtim bank, dhe pastaj me ja transferu investitorit që ti kemi ble banesën. Mirë po, unë po them që është shumë më e lehtë kur bëhet business to business. Pra, kur bizneset mes veti i rrisin vlerat e banesave që zyrtarisht i marrin përmes kompenzime. Pra, çka më pengon mu, nëse unë shkoj jam kompani që merrna me shitjen e dritarëve ose që merrna me shtrimin e parketit dhe me rrit vlerën e punës tam 3 herë. Çka më pengon? Kur gjëj? Pra, unë thjesht e kalkuloj qatë vlerë, e them nuk mi ki 100.000 euro borç, po mi ki 400.000 dhe ti pastaj më jap çatu banesa, unë i qes në shitje dhe rishes, në fund pra banesat përfundojnë të shitsi. Mirë po mos harroni. Qëllimi finali i pastrimit parave është personi me arrit me shfrytzu qatë aset. Dhe sot sa investitor kanë në pronësi banesa cilat as nuk mujnë me i shfrytzu. Kanë jashtëzakonisht shumë lokale në pronësi, kanë jashtëzakonisht shumë banesa në pronësi, plus kanë ende rritje të biznesit. Edhe kanë në pronësi asete, po edhe po e rrisin biznesin. Tash pyetja është ka. Qysh ka mundësi, do me thonë që vlera e banesave në Prishtinë me u rrit ka shpejt, dhe a jemi duke shku rrugës qysh është në Tiranë. Pra në Tiranë vlera e banesave për 1 metër katror kam rrinë në 4-5.000 euro, në Kosovë ende është 2.000, 2.500, 3.000 po sillet në Prishtinë, mirë po jemi në qatë rrugë. Çfarë të ndodh në Tiranë? Në Tiranë janë të ju pastru paratë e pista. Sepse vlera e banesave me shku deri në atë pikë, atëherë pyetja është mirë, kush mundet me blej këtë banesë? Nëse një banesë shitet 5.000 euro ose sot në Prishtinë një banesë shitet 3.000 euro metra katror, kallëzom cili njeri, një familje mesatare mundet me arrit me e blej një banesë që është 400.000 euro në Prishtinë, edhe me jetu prap në Prishtinë. Është një përshtypje që shpërlamja e pareve mundet me zhvillu ekonominë dhe mundet me kriju një barazi, pra një mirëqenie të mirë për njerëz. Shikoni, shpërlarja e pareve mundet me na pru neve objekte jashtëzakonisht mira në Kujshi, pra në lagjen tonë. Mirë po, shpërlarja e pareve nuk sjell zhvillim ekonomik. Pra, në përshtypjet parë na mundna me thonë që është zhvillu Prishtina, çfarë objekte të mëdha. Mirë po, nuk sjell zhvillim ekonomik. Pse nuk sjell zhvillim ekonomik? E para, atë po e marrim sektorin e ndërtimit që folëm shumë. Nëse unë jam biznes që merrna me ndërtimtari dhe ju marr që 20 vjet me atë punë, dhe jam duke ndërtuar një objekt. E ndërtoj me parë, domethënë që prej hallallit që thojnë, me parë të cilat nuk janë në rrugë ilegale që unë i ku marr ato. Dhe unë arri me dal në shitje të një banese 1.500 euro metrën katror. Mirë po banesa jam nuk është qaq cilësore sa është e konkurentit tem, i cili ka ardhur, ka investu jashtëzakonisht shumë luks, ka investu pare, domethënë të madhe ato, dhe prap e shet 2.000 euro metrën katror ose e shet sa unë që e shes metrën katror. Me automatizëm pra krijohet një konkurrencë e pa drejtë mes bizneseve. Pra pastrimi i parave në thelb krijon konkurrencë e pa drejtë mes bizneseve. Konkurrenca e pa drejtë mes bizneseve nuk kupton që biznesi që nuk është të pastru para, ka me falimentu. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse unë sot e kam një kompani të taksive dhe i kam disa vetura që i kam në qarkullim, dhe veturat e mia kushtojnë ka 15.000 euro. Mirë po nesër vjen dikush që don me pastru para dhe vjen me vetura 50.000 euro, në cilën kerr hyjti? A zgjedh kerrin tam apo e zgjedh kerrin e personit i cili është jashtëzakonisht luksoz? Pra, në secilën fushë që hyn pastrimi i parave, në secilën fushë që hyn parja e pist, çaja fushë ka me shku duke ra. Ndërtimtari, në shërbime, në çfarë do shërbimi tjetër, pra biznesi që ka pastrimin e parave shkon duke u zhvillu, biznesi normal shkon duke falimentu. Dhe çka ndodh, cila është pasoja më e madhe? Që ai biznesi që i ka pastru paratë deri sot, nesër mas nesër paratë e pista mund nal, ai shkon prap shuhet. Sepse ai nuk ka mësuar me funksionu në një biznes normal, nuk ka mësuar me funksionu në një konkurrencë normale. Është përmendur një veprimtari tjetër që është hoteleria dhe kafiterit. Çka është interesi ato me pagu më shumë të atim se sa që realisht e kanë pazarin e ditës? Shiko, pastrimi i parave që bëhet për shembull na për gastronomi dhe hoteleri, nën kupton që ata duhet me i fry qarkullimin. Pra, mos me thonë që i kum pas sot vetëm 10 persona që kanë bujt në hotel, po me thonë i kum pas 100. Edhe me thonë që i kum pas 100, po mirë po tash çështja është që kur shkojnë inspektorat me vete ku i ki 100, se apet po i shohin vetëm 10, ai me thonë po ata kanë qenë vetëm për pushim. Pra kjo mundësia që na mujna me i raportu 1.000 persona që kanë vizitu një hotel tonin
dhe në ndërkohë e kanë vizituar vetëm 200, kjo nënkupton mundësi e mirë që për çta 800 personat e tjerë unë më i shti paret cash që i kam të pista. Dhe që tu pare për 1000 persona unë i deklaroj dhe me automatizëm shumën për 800 persona në ditë unë e kum pastru. Nëse është 10 euro, atëherë qatë sasi të parave për 800 do unë 8000 euro i kum pastru. Pra këtë që to mundsojnë pastrimin e parave. Dhe kjo është një mundësi e jashtëzakonshme që bëhet sidomos në Kosovë, mirë po ajo që nëse mund të flasim edhe për gastronominë, investimet e mëdha që bëhen, shpesh herë bëhen investime të mëdha, deklarohen edhe më shumë investime sa që janë bë. Edhe kjo është një mundësi e mirë për pastrimin e parave, sepse unë kam një biznes A dhe pastaj deklaroj në atë që unë po e qeli një biznes tjetër. Pra që ky biznesi A po e qeli një restoran. Dhe në qatë restoran them që i kum investu 800.000 euro. Në fakt i kum investu ma pak. Pra edhe këto janë kalkulime që ata i bojnë edhe për shmangjet e tatimit, po edhe për pastrim parave. Kemi pas një kohë të madhe në Kosovë kontrabandën veri dhe pretendohet që janë fitu qindra miliona euro prej kësaj kontrabande. Kemi pas një ligj të amnistisë që dhe ka legalizu krejt këtë shpërlarje të parave që ka ndodhur, këtë evazion fiskal. A ka prova që këta njerëz janë shndruar në ndërtues, janë shndruar në biznesmen me parat që janë kriju prej veriut, edhe në Kosovë, po edhe në Serbi. Shikoni, çështja e veriut të na ka qenë një pikë e zezë jashtëzakonshme sa edhe e dëmshme për ekonominë e vendit. Edhe sa i përket kontrabandës, po edhe sa i përket çështjeve tjera, domethënë edhe bizneseve tjera ilegale, sidomos edhe qarkullimin e drogës ka qenë domethënë një dëm i madh për ekonominë. Normalisht, nëse për vitet e tona ka pas kontrabandë në atë pjesë dhe për vitet e tona dikush ka fitu para, se kontrabanda mos harroni, kontrabanda nënkupton që unë e shtini mall në Kosovë dhe pastaj atë mall do të më siguru që derisa të merr konsumatori i fundit shkon në të zezën. Pra është komplet ekonomi e zezë. Dhe qarkullimi, fitimi nuk është vetëm prej shmangjes së tatimit në mos me pagu doganën. Po aty qarkullimi është qaq i madh sa që është komplet zinxhiri është ekonomi e zezë. Nëse unë kum marr një kerr dhe kum shtin në zezën, ose një Coca-Cola ose cilën do produkt tjetër, unë do të më siguru që ajo vazhdon shkon shitet në të zezën derisa të konsumohet prej konsumatorit fundit. Dhe gjithë zinxhiri pastaj mundson që edhe më bëu pastrimin parave. Normalisht, nëse janë amnistu parat që kanë ardhur për kontrabandës, ato nënkupton që ato kanë hyrë në ekonomi. Sot i kemi në ndërtime, sot i kemi në bizneset e tjera, mund me qenë në kompani që shesin vetura, mund me qenë kompani që shesin shërbime, taksist, e të tjera, pra ato para që kanë ardhur për kontrabandës sot janë pastru në Kosovë. Çështja është, çka po ndodh me parat që sot janë duke hi përmes kontrabandës dhe ku po shkojnë, kush po i njeh? Askush. Domethënë, na kemi kontrabandë dhe shpesh herë njerëz që nxinin duke kontrabandu i nxinin që ai kontraband dhe njeket për çat sasi të mëdha që ka qenë duke e shtinë në Kosovë. Dhe shumë raste ndodh që hetimi na shti dhe duhet mu lënë një mall kontraband që është tentuar me hi në Kosovë, me hi me këshir ku po shkon, qysh po pastrohet, qysh po hën çaj në tregti. Që kjo kishte qenë një hetim i mirë, që kishim mujt na me e gjetë sakt ku po shkon para kontrabandës, qysh po pastrohet. Sepse nëse na vetëm unë tentoj me sjell një kamion me mallra dhe ju më nxjerrni në kontrabandë dhe thjesht më obligoni mi pagu sasinë e parave që duhet m'ja pagu doganës, ajo për mua është jackpot. Nëse ju ktheni në 5 vjet mbrapa dhe e këshirni çka kum importuar, sa ri kum deklaru, kujna e kum shit, këshirni shitcat kompanitë që unë kum deklaru që unë i shes atynve, a janë fiktive apo janë reale, pra këshirni a kum ikë edhe a i kum bo dhe shmangë, kum bo shitje fiktive, pra ky kishte qenë një hetim i duhur për kontraband në mënyrë që na me mujt me gjetë dhe pastrimin e parave. Në Kosovë janë disa subjekte të cilat obligohen mi raportu në njësinë e inteligjencës financiare, qarkullimin edhe transaksionet të cilat i bojnë. Mirë po, me një ndryshim ligjor, është hjek që ndërtuesit me raportu në njëf. Pse ka ndodhur kjo? Nuk e dina pse ka ndodhur dhe është tepër interesant që as tem nuk është bu. Domethënë as tem në media nuk është bu. Sepse çaq është hjek në mënyrë nëse mujë me thonë ashtu shumë profesionale, shumë tinxare, sa kërkush nuk e ka marrë vesh. Pra, plotësi ndryshimet e ligjeve kur është bërë ligji që i obligon, domethënë cilat janë bizneset, subjekte raportuese në njëf, ka qenë ndërtimtaria në kalumen. Në ndërkohë, ajo ka qenë edhe na për draftet. Ka qenë dikun edhe te leximi i parë, mirë po është hjek në ato amandamente që propozohen prej deputetëve që nuk është marrë vesh as pse është hjek, as çysh është hjek. Normalisht, nëse hek në 2015 ky obligim prej politikanëve,
pra që ndërtuesit mos me qenë subjekte raportuese në njep. Dhe nëse prej 2015 deri sot na e shohim këtë bumë të ndërtimeve, atëherë këtu diçka ka. Është tjek qëllimshëm? Është tjek qëllimshëm? Absolutisht është i qëllimshëm, sepse ndërtimi në secilin libër që e lexon për pastrimin e parave, në secilin dokument, në secilin analizë, jo vetëm Kosovë, por gjithku në botë, ndërtimi është njëra prej fushave më të arta për pastrimin e parave, sepse ti ki mundësi me fry faturën e investimeve që ke bërë dhe rrjedhimisht me i pastru parat e pesta. Nëse po flasim për dy ligje, ligjin për amnestinë e veriut, edhe ligjin për mosdeklarim, i të cilën e folëm më herët për subjektet e ndërtimit. Apo i bjen që njerëzit të cilët kanë pas pare me shpërlan Kosovë, kanë mri me pas ndikim të fortë të politika dhe me kriju një farë state captor për ose një kopje të shtetit. Është e qartë që dikush i ka sponsorizu këtu ligje. Tash sponsorizimi janë dy çështje, ose janë njerëz që kanë pas parë të pesta dhe janë jashtë politikës, që i kanë sponsorizu dhe kanë avoku që këtu me hy dhe me u largu dhe me u lanë një fush e artë për pastrimin e parave, ose vetë politika ka qenë e interesuar sepse ka pas parët e mjaftueshme, ka pas parët e bollshme të pesta dhe është dashur me i privatizu, me i pastru. Pra këto dy fusha janë cilën më shkojnë vende, kur i përmendëm që ndryshimi ka arrit në ligj dhe kjo është ndikimi më i madh që mundet me pas një kartel, ndikimi më i madh që mundet me pas një grup i organizuar kriminal. Ke marrë pjesën në hulumtimet të Panama Papers edhe të dokumenteve të cilat kanë dalë prej atje. Çka është mri? Çfarë baza të transaksioneve të dyshimta janë mri mos zbuluar në Kosovë? Sidomos tek tregu i duhanit. Realisht, sa i përket Panama Papers, krahasuar me shtete tjera, na kemi pas shumë pak zbulime, sepse mujmë thonë që jemi ekonomia ende e re, dhe shumë prej biznesmenve ende në atë kohën kur janë zbulu, nuk kanë arrit me i kuptu komplet legjislacionin, edhe ka qenë pak më e thjeshtë na edhe me shpalla parën, edhe me ik tatimeve, edhe me ik normalisht me i fsheh bizneset që i keni bë fiktive. Prej atëherë dhe i tash normalisht situata ka ndryshu. Sot me dal një rrjedhje dokumente, besoj që kanë me dal shumë ma shumë njerëz që bojnë pastrimin e parave. Megjithatë, sa i përket duhanit, ne kemi pas bërë një hulumtim jashtëzakonisht madh disa vite më herët, së bashku me krejt shtetet e rajonit, cilëm na kemi zbulu qysh një markë e caktuar e duhanit, e cila është prej Egjiptit, është prodhu një herë në Malzi dhe pastaj ka tentu me ardhur me prodhu edhe në Kosovë. Mirë, po në Kosovë nuk kanë arrit, domethënë nuk është pranuar me u prodhu çaj në Kosovë, pastaj kanë vazhdu dhe kanë prodhu në Shqipëri. Po gjithë ky hulumtim që ka zbuluar është që rrjeti i bizneseve, të cilët kanë qenë të lidhura me kontrabandën e duhanit, me mashtrimet që e mbo përmes kontrabandës së duhanit të ndryshme, e kanë pas bazën edhe në Kosovë. Pra ne kemi arrit me i dokumentu që kanë qenë të paktën 5 biznese të hapura në Kosovë, shumica atyre në një adresë të vetme dhe shumica atyre në një adresë cilën as zyrës kemi mujt një avgjet. Dhe normalisht gjithë rrjeti që ka qenë i lidhur edhe me politikën e Malzi, po ashtu ka qenë i lidhur edhe me biznese jashtëzakonisht të fuqishme në Kosovë, cilat e kanë zbulu këtë rrjet të kontrabandës dhe normalisht bizneset që kanë qenë të hapura në Kosovë, dokumentet e atyre bizneseve janë shfryzu vetëm për tregtim të mallrave. Pra, malli nuk ka hyrë fare në Kosovë, vetëm është ble prej një shteti X, për shembull prej Bosnjës, dhe është nisë mu eksportu në Greqi ose në Britani të Madhe. Dhe biznesi që ka qenë në pronësitë atyre cigareve që është bë kontrabandimi, ka qenë prej Kosovës dhe normalisht dyshimet ashtu normalisht janë edhe për pastrim parave, sepse ato para kanë mujt me ardhur në Kosovë dhe nëse kanë hyrë në sistem të Kosovës bankar, atëherë me siguri janë pastru dikum, po këtë pjesën e dytë na nuk kemi arrit me faktu deri në fund. A ke vrejtë që e ka hetu dikush shpërlarjen e parë në këtë rast? Na shkrimet e kemi publiku, ajo është përkthyer në anglisht, gjitha shkrimet e kanë marrë dhënë, gjithë skema e kësaj kontrabande e kanë marrë dhënë. Nëse flasim për hulumtime që janë publiku para 5-6 vite dhe ende sot nuk kemi asnjë akt akuz, asnjë hetim, unë atëherë them që edhe nëse i kanë hetu, i kanë mshef ose i kanë hetu për t'i mbyllur. Po flasim të ristash për biznese fiktive, biznese të vogla, po a ka potencial që edhe bizneset e mëdha me qenë të përfshime në këtë dukuri? Shikoni, duke qenë biznes i madh, nëse një biznes është i madh, e ka shumë më të lehtë me i pastru parat e pesta,
se sa një biznes i vogël. Sepse një biznes i vogël, kur bën bum për një herë, normalisht edhe kojshia e shohin që diçka ka ndodhur në atë biznes dhe kanë hyrë parë të pista, edhe policia mundet më harrok radar. Mirë po, duke qenë një biznes i madh, duke qenë që unë si person ose kush do një biznes i madh, ka qarkullim të madh, ka jehon të madhe, ka emën të mirë në një shtet, atëherë mundësia e pastrimit parave është jashtëzakonisht më e madhe. Sepse për me sqaru edhe një herë, pastrimi i parave, mënyra më e mirë e pastrimit parave është kur kombinohen, do të thonë përzihen parat e pista dhe parat që janë fituar në mënyrë ligjore dhe pastaj pjesa e tyre pastrohet. Pra kjo mënyra më e lehtë, prandaj po edhe bizneset e mëdha ish dashur me ushqen në lupën e hetuesve për me pa nëse kanë parat e pista që janë duke i pastruar.